Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa Shqipëria miratoi dhe një rezolut, më saktë Parlamenti shqiptar miratoi një rezolut ku e cilëson Iranin si shtet sponsor të terrorizmit. Por çfarë do të thotë kjo rezolut në vetvete dhe pse Shqipëria ndërmori një akt të tillë ku shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian nuk e kanë miratuar një rezolut të tillë? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar mikun e podcastit ton, zotin Grid Roy nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Roy, si e keni parë pra në optikën tuaj, si do ta cilësonit miratimin e rezolutës nga Parlamenti Shqiptar ku e cilëson Iranin si sponsor të terrorizmit, pra vetë Iranin si shtet si sponsor të terrorizmit, dhe Shqipëria bëhet vendi i dytë në botë pas Shtetet Bashkuara të Amerikës që konsideron vetë shtetin e Iranit si të tillë. Por faleminderit për këtë pyetje. Kjo ka qenë një pyetje e cila është një pyetje me shumë vend. Kjo çështje ka qenë e ngritur nga Departamenti i Shtetit dhe nga Shtëpia e Bardhë, ka qenë një kërkesë që është bërë gjitha vendeve aleate të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Shqipëria, kryeministri shqiptar ka kapur në ajër këtë situatë për të vepruar në një farë mënyre që t'i rri afër agjendës së Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që ishte një vendim i shpejtuar, si çdo vendim i politikës jashtme shqiptare, jo sepse ishte i gabuar. Sigurisht që Shqipëria do të rreshtohet krah vendeve të cilat kanë qenë aleate historike dhe vazhdojnë të mbesin aleate të vetme të Shqipërisë. Por është e pa arsyetuar, është një zgjedhje e cila nuk i përgjigjet asnjë lloj strategjie, është një zgjedhje e cila nuk kërkon që të jetë një zgjedhje afatgjatë për interesat afatgjata të Shqipërisë. Shqipëria pra praktikisht e ka politikën e jashtme në varësi të interesave personale të njërit apo tjetrit kryeministër. Dhe kjo nuk është serioze, ky nuk është një shtet serioz, ky nuk është një mënyrë serioze e bërjes së politikës jashtme. Thënë kjo, në kushtet e një lufte e cila sapo vjen dhe po ashpërsohet, Shqipëria ka marrë një vendndodhje, ka vendosur vendin e vet për krah Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe për krah Izraelit, duke dalë nga konturet e një politike të jashtme evropiane, dhe vendet evropiane e kanë kushtëzuar mbështetjen e tyre ndaj kësaj nisme amerikane me çështjet e energjisë. Njëra nga çështjet më kryesore që ka shpërhapur, që ka shfaqur lufta që po ndodh në lindjen e mesme, është pikërisht çështja e energjisë. Ku e merr energjinë Shqipëria, nga kush varet, me çfarë çmimi do ta marrë energjinë. Nuk kemi asnjë lloj të dhënë nga shteti shqiptar ose nga organet kompetente shqiptare për të thënë se si e ka menduar zgjidhjen qeveria shqiptare për energjinë për Shqipërinë, për naftën dhe për shumë çka tjetër. Ndërkohë që gjithë Evropa është jashtëzakonisht fort e shqetësuar, jo vetëm për naftën, e cila rubinetet e naftës së Rusisë janë të mbyllura, dhe me mbylljen e gazit të lëngshëm që vinte nga lindja e mesme, Evropa ka një problem jashtëzakonisht shumë të madh të energjisë. Ndërkohë që në Shqipëri askush nuk e diskuton, askush nuk e vën në diskutim këtë punë, askush nuk flet për çështje të tilla të një rëndësie të thellë strategjike. Është për mendimin tim ishte një veprim që u ndërmor thjesht për t'i dhënë hov kryeministrit, i cili e ka pozitën e vet jashtëzakonisht shumë të rënduar karshi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është një lëvizje, si çdo lëvizje tjetër e kryeministrave shqiptar ndër vite, që i shërben personit dhe jo shtetit. Pra në këtë rast është një lëvizje e Edi Ramës, i cili kërkon që të shmang vëmendjen nga korrupsioni që ka në qeveri sa i përket rastit Balluku apo edhe problemeve të tjera. Unë nuk mendoj që ai kërkon të heqë vëmendjen nga rasti Balluku. Kjo është thjesht çështje që ai pozicionohet
përkatësi Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse mënyra e politikë bërjes së gjithë kryeministrave shqiptarë dhe të këtij të sotmit është mënyra e ashtu quajtur mjep-tjap, duke u pozicionuar vetë si aleat, mendon se do të përfitojë nga një zbutje e qëndrimit amerikan ndaj tij. Unë gjykoj që nuk është kaq e thjeshtë. Unë besoj që edhe vetë kryeministri e di që nuk është kaq e thjeshtë, por duke qenë që nuk ka asnjë llogaridhënie, që nuk i jep llogari askujt, që është e konsideron veten si të parin e vendit, si mbret në Shqipëri, që kontrollon gjithçka, duke qenë që nuk kemi as deputet me mend në kokë që të ngren këto çështje. Deputetët tanë janë jashtëzakonisht shumë të aftë për të zënë me grushta dhe për të folur me gjuhë rrugë, me gjuhë rrugaçësh, por nuk arrin dot të kenë thellësinë e mendimit që të bëjnë argumente konceptuale, që t'i ngrenë këto çështje në opinionin publik, që ta informojnë opinionin publik që çfarë po ndodh me luftën botërore në botë, cilat janë konsekwencat e luftës në lindjen e mesme, cilat do të ishin zgjedhjet për shqiptarët dhe pse ndërmarrin zgjedhje të tilla, dhe cilat do të ishin kushtëzimet që shteti shqiptar do t'i vendoste agjendës shteteve të tjera kur i kërkohet mbështetja. Asnjëra nga këto nuk ndodh në Shqipëri, merren të gjithë me zënka apo me sherre të ditës, janë të aftë që të krijojnë një stuhi në gotë duke goditur edhe anëtarët e gardës, por nuk merren dot me këto punë serioze. Punët serioze nuk janë për deputetët e parlamentit shqiptar, cilët nuk janë marrë kurrë me atë. A e rrezikon Shqipërinë nga Irani një rezolutë e tillë e cila me këtë rast e çon në kurs përplasje direkt, po themi hipotetikisht, dhe sa rrezikon Shqipëria në këtë rast? Shikoni, Shqipëria nuk është aktor kryesor dhe si i tillë nuk rrezikohet drejt për drejt në kuptimin e asaj që derisa të vi radha Shqipërisë ka shumë ujë për të rrjedhur. Pikërisht kjo është që nga llogaritë të ashtu quajtura katëndare që bën Paria e Tiranës, duke ditur që nuk ka shanse shumë që t'i vi radha për të goditur drejt për drejt, dhe nëse goditet drejt për drejt Shqipëria, Paria e Tiranës nuk e ka shumë problem sepse vetë është e mbrojtur. Unë besoj që me situatën e tanishme, situata është jashtëzakonisht shumë e ndërlikuar, për shkak se kemi një përballje të dy kampeve të mëdhej, dhe kjo përballje nuk po shkon ashtu siç thonë mediat, sepse në çdo përballje kemi aspektin ushtarak, po pastaj kemi edhe aspektin politik të çdo përballje, siç mund ta dinë disa nga dëgjuesit tuaj, sipas ish generalit Van Clausewitz, lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera. Pra, çdo luftë ka mbrapa një synim politik të madh, dhe për sa i përket synimeve politike, çështjet janë më të ndërlikuara se sa duken, megjithëse përsinë e madhe ajrore të forcave amerikane dhe të forcave të Izraelit, Irani vazhdon dhe dëmton interesat amerikane në gjirin persik dhe në lindjen e mesme, jo më larg se sa dje u goditën fushat gazmbajtëse të Katarit, të cilat praktikisht mund ta rrënojnë ekonominë e Katarit. Është goditur Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, duke vënë në pikpyetje ekzistencën e tyre si qendra të financës së biznesit e tjerë, po të konsiderojmë në momentin që nuk janë më të sigurta dhe në momentin që goditet infrastruktura, ato janë ndërtuar mbi shkret të tjerë, asgjë nuk prodhohet në Emiratet e Bashkuara Arabe, as ushqimi nuk është i mjaftueshëm për aq njerëz sa jetojnë atje, dhe njerëzit kanë filluar të largohen prej tej. Pra, Irani është duke përdorur mënyrat asimetrike për të shkaktuar trysni, për të vendosur nën trysni shtete më të mëdha dhe më të fuqishme ushtarakisht. Edhe nga pikpamja ushtarake, Irani vazhdon të shpërfaq aftësi për të goditur jo vetëm vendet të përreth, por edhe Izraelin dhe bazat amerikane, sidomos edhe me aktorët proxy. Pra, situata është më ndërlikuar se sa duket nëpër media.
siç e kemi thënë përpara, ka shumë propagandë në luftë, ka shumë mjegull lufte, e cila është normale që të ndodhë, sepse askush nuk do të tregojë të vërtetën. Dhe për pasojë, shqiptarët janë dy fish të painformuar. Pikë pari sepse ajo që shihet nga mediat është relativisht shumë pak nga realiteti, dhe ajo që i tregon paria s'ka lidhje fare me realitetin, pra paria merret me interesat e veta. Pra shqiptarët janë në një kërcënim të dy fisht. Nuk do të thoya që janë raketat që do të vinin nga Irani kërcënimi kryesor, por kërcënimi kryesor për shqiptarët sot është paria e Tiranës. Duke mbetur te pjesa e konfliktit në lindjen e mesme dhe siç e thatë edhe ju që Irani po godet në mënyrë asimetrike dhe së fundmi ka goditur dhe pika mjaft strategjike sa i përket bazave amerikane në lindjen e mesme, ku po e çon botën ky konflikt i tanishëm dhe a ka Shtetet Bashkuara të Amerikës një plan B ose një strategji për të dalë nga kjo luftë, ose për të dalë i fituar dhe për të po themi arritur ato objektiv që ka pasur që më parë Donald Trump? Shiko, po filloj nga kjo pyetja e fundit. Fuqitë e mëdha gjithmonë kanë një plan B, edhe një plan C, edhe një plan D. Mirë po, për t'ju rikthyer atyre që kanë shkruar mbi luftën, plani më i mirë në luftë, thonë generalet, zgjat vetëm ditën e parë. Sepse mund të planifikosh çdo gjë dhe pas ditës parë pastaj do të përballesh edhe me atë që është reagimi i armikut dhe me reagimet të njohura dhe të panjohura, të pritura dhe të papritura e të tjera. Pra, në momentin që kjo luftë do të vazhdoj edhe për pak kohë, në momentin që ngushtica e Hormuzit nga kalojnë 20% e naftës botërore, ndër të cilat disa vende janë mike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e disa tjerë janë armike në sistemin ndërkombëtar. Pra, atje kalon nafta e Kinës, por kalon edhe nafta e Japonisë. Dhe sigurisht që kalon edhe nafta e Evropës ose gazi i lëngshëm i Evropës e të tjera. Pra, në momentin që edhe disa javë nuk hapet ngushtica e Hormuzit, situata pastaj bëhet shumë më e nderë. Ekonomia botërore nuk mund të ekzistojë me naftën që fuqia e naftës Brent që quhet, që është ajo që matet, mund shkojnë $130-140 për fuqi. Kjo shkakton probleme shumë më të thella se sa thjesht energjia, sepse shumë pak njerëz janë të ndërgjegjshëm, po prodhimet e naftës janë jashtëzakonisht shumë të përhapura, nga nafta vjen shumë çka që ne përdorim për ditë, përfshi dhe ushqimet, përfshi edhe ato që quhen fertilizers, i thonë në anglisht, që janë kimikatet që përdoren për bujqësinë. Të gjitha këto janë nën produktet e naftës dhe çmimi të gjitha këtyre është duke shkuar në stratosferë. Kjo pastaj ndikon krejtësisht ekonominë, jo vetëm të njëjtit shtet, por të gjitha ekonominë botërore. Pra, pavarësisht llogarive që kanë bërë fuqitë e mëdha, pavarësisht llogarive që bëjnë shtetet e fuqishme me njëri tjetrin dhe pozicionimit të tyre ndaj këtyre llogarive, çmimi që do të paguhet është shumë i madh, është një çmim që do të vijë me inflacion, është një çmim që do të trazojë tregjet botërore e të tjera. Për të mos u zgjatur shumë në këtë pjesë, mund të themi që në këtë pikë ku jemi shumë afër zgjerimit të luftës, për shkak se Irani, siç duket, ka vendosur strategjikisht në bashkëpunim me aleatët e vet, Rusinë dhe Kinën, që të zgjerojë konfliktin, duke e cilësuar këtë si mundësinë më të mirë për ta vendosur në ndrysni Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, duke kërcënuar shtetet e gjirit persik ose shtetet e lindjes së mesme, shtetet arabe, Irani vendos në ndrysni ekonominë botërore dhe e vendos shtetin amerikan ose Shtetet Bashkuara të Amerikës, i vendos përpara një zgjedhje të madhe, nëse do duan që të përshkallëzojnë
këtë luftë, pra të çojnë trupa që të hapin ushticën e Hormuzit, gjë që është një opsion me shumë rreziqe brenda dhe ai, apo të tërhiqen duke e lënë lindjen e mesme në dorë të aktorëve rajonal, dhe në këtë pikë nuk duhen neglizhuar edhe interesat e Izraelit, i cili pak ditë më parë eliminoi njërin nga interlokutorët më të mirë të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë këtyre viteve, pavarësisht se ishte mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish Ayatollahut Khamenei. Ali Larijani ishte njeriu me cilin të gjithë ndërmjetësit amerikan kishin folur, pra kishin krijuar një lloj ndërmjetësie, një lloj besimi reciprok në bisedime. Eliminimi i tij tregon që interesat e Izraelit janë që kjo luftë të vazhdojë dhe të vazhdojë me përkrahjen amerikane. Në momentin që përkrahja amerikane nuk ekziston më, vështirësohet jashtëzakonisht shumë situata edhe për Izraelin, sepse dhe Izraeli është në një trysni shumë të madhe të raketave iraniane, megjithë atë censurën e madhe që ka vendosur, një censurë shtetërore, asgjë nuk del nga Izraeli, pra humbjet amerikane i dim, po se sa humbje ka pësuar ushtria izraelite nuk e dim ende. Megjithatë, gjasat janë që dëmet janë të konsiderueshme, edhe pse jo të ndoshta të krahasueshme me dëmet që po ndodhin në Iran, por gjithsesi Izraeli është një vend më i vogël, rrezikohet më shumë, janë jo më shumë se sa 8-9 milion, ndërkohë që Irani mund të përballojë shumë më tepër sepse është një vend me 92 milion banor dhe shumë më i shtrirë në hapësirë. Pra gjitha këto janë pjesë të asaj që është loja që po luhet, por për ta përmbyllur shkurtazi, siç e kam thënë këtu tek ju dhe në vende tjera përpara, lufta botërore është në zhvillim e sipër dhe po ja vitemi i pikës së moskthimit me një shpejtësi të frikshme. Në këtë rast, sa i përket këtij konflikti dhe kundërpërgjigjes nga ana e Iranit deri më tani, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë nënvlerësuar Iranin si kundërshtar në këtë rast, apo e kanë pasur dhe kanë qenë të vetëdijshëm që Irani ka këto kapacitete për të duruar një luftë edhe më gjatë? Shikoni, është e pamundur që ne të dimë në thellësi se cilat kanë qenë arsyet që e kanë shtyrë një fuqi të madhe si Shtetet Bashkuara të Amerikës për të marrë këtë vendim dhe për të vepruar kësaj. Ajo që ne mund të themi analitikisht është pikërisht kjo, që Irani është një nga furnizuesit më të mëdhenj të naftës për kundërshtar brenda sistemit ndërkombëtar, kundërshtar të mëdhej brenda sistemit ndërkombëtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është Kina. Pra Kina është e varur nga Irani për sa i përket dhe nga lindja e mesme më gjerë, për sa i përket nevojave të saj të naftës. Kështu që një përballje me Iranin ka pasoja që shkojnë përtej Iranit vet apo përtej lindjes mesme. Sigurisht që çdo plan në luftë, siç e tham më parë, përfundon pas ditës parë të luftimeve. Sigurisht që janë bërë disa llogari duke u bazuar në njohuri ose duke u bazuar në pritshmëri që ka pasur administrata amerikane. Sipas lajmeve më të fundit, këto llogari nuk janë bërë në mënyrën më të saktë të duhur, paktën njëri nga ish bashkëpunëtorët e presidentit Trump, ish shefi i kundërterrorizmit, sapo ka dhënë një intervistë, dha dorëheqjen pikëparë dhe dha një intervistë ku tha që kjo ishte një zgjedhje e cila ishte e imponuar nga interesat jashtëm të Amerikës. Nuk duhet marrë si e vetmja zgjidhje, sepse nuk e din se cilat janë motivimet e këtij personi dhe ku i ka pasur lidhjet. Është një gjë që do të sqarohet në ditët në vijim, por gjithsesi ky fakt tregon që ka pasur një debat të brendshëm dhe që vazhdon të ketë një debat të brendshëm brenda administratës për zgjedhjet që janë marrë. Pastaj në çdo zgjedhje politikës jashtme, në çdo luftë dhe në çdo ndërhyrje ushtarake ka gjithmonë një debat të brendshëm brenda administratës dhe të gjitha palët i japin argumentet e tyre brenda institucioneve dhe presidenti vendos, në këtë rast presidenti vendosi që të bombardojë Iranin, por nuk do të habitesha që shumë shpejt presidenti amerikan ta deklaronte fushatën të mbyllur dhe të tërhiqej nga kjo ndërmarrje ushtarake.
ashtu siç nuk do të habitesha nëse nuk do të kishim një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak me anë të dërgimit të trupave të tjerë. Pra, opsionet në këtë pikë janë gjitha të hapura, por ajo që është e rëndësishme është fakti që sigurisht që plani A ka funksionuar në disa aspekte, por nuk ka funksionuar në disa aspekte të tjera. Zoti Rojt, zbresim pak në realitetin politik shqiptar dhe sa i përket raportit të drejtësisë me politikën, ku një ditë më parë u dërgua për gjykim dosja e Ilir Medës. Nga ana tjetër po themi që Edi Rama mbron Belinda Balluku në kuvend me forcën e kartonëve, ndërkohë gjykata e posaçme vijon duke po themi shqyrtuar dosjen e Ilir Medës. Në këtë rast, a shikoni se ka një drejtësi me regji ku goditen kundërshtarët politik të Ramës dhe nga ana tjetër kur Spaku shkon tek dera e vetë Edi Ramës, ai i mbron njerëzit e tij, pra siç është në rastin e Belinda Ballukut? Nuk mendoj që mund ta cilësojmë në këtë lloj mënyre. Ka një cilësim tjetër që është më i saktë dhe që i përgjigjet më së afërmi realitetit shqiptar. Pikë parë le të vendosim disa piketa të asaj që është realiteti shqiptar. Edi Rama është hajn anti-shqiptar. Sali Berisha është hajn dhe anti-shqiptar dhe Ilir Meta është hajn dhe anti-shqiptar. Përsa kohë që këtyre dhe zagarve që ju shkojnë nga mbrapa, nuk ju preken pasuritë. Përsa kohë që drejtësia, Spaku apo kushdo qoftë tjetër në të ardhmen nuk prek pasuritë e tyre, nuk ju prek atë që ata kanë pasurinë që ata kanë vënë duke i larë duart me gjakun e shqiptarëve dhe me djersën e shqiptarëve dhe me mundin e shqiptarëve, duke bashkëpunuar me çdo lloj force anti-shqiptare që ekziston brenda dhe jashtë shtetit shqiptar, përsa kohë që kjo nuk ndodh, nuk do të ketë drejtësi në Shqipëri. Pra kjo është piknisja. Pastaj le të flasim edhe për situatën e ditës. Unë e di që njerëzve intereson më shumë Big Brother i politikës se sa realiteti në thellësi. Pra le ta trajtojmë edhe këtë. Nuk është fakti që Edi Rama e ka drejtësinë me regji. Këtë duan ta thonë këta që bëjnë kinse opozit. Edi Rama sigurisht do të mbrojë njerëzit e vet, sigurisht që me anë të pushtetit, përdor pushtetin për të penguar çdo lloj qasje që nuk i volit atij. Siç e kemi thënë më parë këtu, nëse bie Belinda Balluku, shkalla e mësipërme është Zoti Rama. Në të gjitha këto aferat që kanë nënshkruar Belinda Balluku, është edhe firma e Zotit Rama. Deri më tani ai e ka ndarë veten nga kjo, po e di shumë mirë që nuk ka ku shkon më. Nëse bie Belinda Balluku, do të marrë me vete edhe Edi Ramën, sepse nuk ka mënyrë logjike se si të funksionojë kjo para në Edi Rama. Në të njëjtën kohë, ju përmendet procesin e Ilir Metës. Ilir Meta është duke bërë propagandë më pak tani, se nuk e ka më fuqinë e dikurshme, për të bërë viktim e këtij sistemi. Ilir Meta nuk është viktim. Ilir Meta është një hajn i cili i ka vjedhur paratë shqiptarëve, i cili ka jetuar në luks duke u zgërdhir sa në një tavolinë dhe në tjetrën, duke porositur vrasi në Shqipëri, siç ka dalë nëpër media, ai Durim Bami, vrasi i madh, që u kthye nga Dubai, u ekstradua nga Dubai, ishte një nga ata njerëzit që nuk duan harruar këto, që ishte kontaktuar për të vrarë Tom Doshin. Pra këta janë, kjo është njerëzit me cilët të arrin, kompania që këta mbajnë. Këta janë gjithë vrasës, kriminal, hajna, hajduta, qeshin dhe zgërdhihen me njëri tjetrin. Dhe tani që i ka rënë, falni për shprehjen, me nder angusht, tani hiqet si shqiptar i madh, tani hiqet si pasuesi flamurit, Mujo Ulqinak, dhe kërkon që ne të kemi mëshirë, që njerëzit kenë mëshirë për të apo që ta ndjekin më. Nuk është më kjo kohë. Këta janë hajna dhe kriminela të cilët meritojnë jo këtë që kanë, po meritojnë shumë më tepër se sa kaq. Meritojnë që gjitha pasuritë që kanë t'u merren. Por në këtë pikë Spaku ka mbërritur deri aty ku ka mbërritur dhe paria po punon e gjitha së bashku, siç e kemi thënë këtu më parë, po vërtetohet për ditën më tepër. Pra, parlamenti nuk e jep imunitetin e zonjës Balluku,
të gjithë të tjerët bëjnë zhurmë, po të gjithë të tjerët janë të kënaqur, sepse duke mos u dhënë imuniteti i zonjës Balluku, krijohet kjo predispozita që të gjithë të ankohen. Kryeministri Rama del dhe thotë që do të ndryshojmë drejtsinë dhe askush nuk pipti, nuk bëhet protesta për atë punë. Bëhet protesta që të mos ndryshojë drejtësia, bëhet protesta për një shashk të ditës, bëhet protesta thjesht për të mbajtur militantët afër, thjesht për të kaluar dhe këto zgjedhjet e reja në PD që kanë, sepse duhet mbajtur bashkë turma militantëve. Pra këta nuk kanë asnjë lloj turpi, këta nuk kanë asnjë lloj nuk e shohin Shqipërinë si me një të ardhmë të mirë, këta janë thjesht aty për të vjedhur dhe kështu duhen trajtuar. Nëse SPAK-u nuk do të mërrit të bëj këtë, do të ketë dështuar. Pra, veprimtaria e SPAK-u do të matet jo me sa arrestime kanë bërë, po me sa pasuri kanë rikthyer shqiptarëve duke ju marrë këtyre hajnave dhe kriminalave të Paris Tiranës. Nga i pari tek i fundit, nga opozita tek opozita, pa asnjë lloj dallimi, mos keni asnjë lloj dyshimi. Si mendoni, cili është halli i Edi Ramës që mbrojti në kuvend me forcën e kartonëve imunitetin e Belinda Ballukut? Halli i Edi Ramës është halli i Paris Tiranës. Pikë pari, Edi Rama ka hallin e vet, ka hallin e familjarëve të tij, sepse janë gjithë përfshirë, këta janë grup kriminal, këta janë pjesë e sindikatës ndërkombëtare të krimit, nuk ka asnjë dyshim ajo punë, por ka dhe hallin e Sali Berishës, ka dhe hallin e Ilir Metës, ka hallin e gjithë Paris Tiranës dhe gjithë atyre oligarkëve që ju vinë për qark, që ju lëpihen, gjithë atyre oligarkëve me të cilët kanë bërë pisliqet më të mëdha, me të cilët kanë shitur Shqipërinë, me të cilët kanë bashkëpunuar edhe kundër interesit të Shqipërisë. Siç ishte ai shkrimi i tmerrshëm i turpshëm së bashku me Vučićin. Të gjithë këta, mos keni asnjë dyshim, njerëzit mos kujtojnë se duke mbështetur njërin apo tjetrin, po bëjnë të mirën e Shqipërisë. Të gjithë ta janë bashkë, gjithë po punojnë bashkë, Ilir Meta nga Burgu, Sali Berisha duke paraqitur një herë në javë në SPAK, edhe duke mbajtur opozitën peng, Edi Rama duke përdorur pushtetin që të ndryshojë drejtsinë të cilën e vendosën vetë 140-0. Këta nuk kanë pikën e turpit, këta do të vazhdojnë të mbrojnë njëri tjetrin deri në fund. Sot për sot, mbrojtësi më i mirë që ka Edi Rama, është përveç pushtetit që e ka të madh, është Sali Berisha. Për sa kohë që është Sali Berisha dhe Ilir Meta në lojë, Edi Rama është i sigurt. Në momentin që njëri prej tyre bie bashkë me zagaret e vet, me sa duket ka shumë zagar vërdall që janë pasuruar me gjakun e shqiptarëve, nëse bie njëri prej tyre realisht, ju merret pasuria atyre, hapet një lojë të cilën Edi Rama as nuk do ta konsiderojë. Pra, nëse doni rrezikun më të madh për Edi Ramën, është rënja e Sali Berishës dhe Ilir Metës, që do të sillte pa asnjë lloj dyshimi rënjen e Edi Ramës bashkë me ta. Në këtë rast, vetë paria, Edi Rama, Berisha, Meta dhe gjithë eksponentët që u shkojnë nga pas dhe i rrethojnë, a mendoni se po përgatisin në blok, ashtu siç e ka lënë të kuptohet dhe vetë Edi Rama, një goditje ndaj vetë SPAK-ut për ta dobësuar atë dhe për ta bërë ineficient sa i përket goditjes në nivelet e larta të korrupsionit? Pikë pari më lejoj që të mos t'i quaj bashkëpunëtor, po t'i quaj zagar të tyre, sepse janë njerëz që nuk kanë pikën e personalitetit njerëzor, kështu që nuk e them pa e menduar fjalën zagar, janë njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë politik, të cilët brenda natës gdhihen ministra dhe zëvendës kryeministra dhe brenda natës shkarkohen dhe janë askushi. Pra, le t'i quaj me emrin e tyre real, ata që i ndjekin ata. Sigurisht që jo vetëm që është kështu siç e thatë ju në pyetjen tuaj, që ata janë gjithë bashkë dhe janë duke u bërë gati, madje kanë filluar procesin e zhbërjes së drejtësisë së re. Po këtë e kemi parashikuar dhe ja kemi thënë shqiptarëve që në momentin kur po vendosej drejtësia, pra po vendosej ky ligj, ata sigurisht që e vendosën ligjin për SPAK-un, sigurisht që i bën institucionet sepse ishin në trysni në atë periudhë. Paria e Tiranës mendon të kalojmë edhe këtë situatë. Pastaj herën tjetër e kalojmë në mënyrë tjetër. E kaluan situatën duke qenë të ndërgjegjshëm, pra e kaluan SPAK-un 140-0, duke qenë totalisht të ndërgjegjshëm që në momentin kyç këta sigurisht i kishin levat për ta zhbërë atë.
Mirë po, ajo që ndoshta nuk e kishin parashikuar është fakti që jemi në një situatë tjetër, jemi në një situatë ku shumë çka është më ndërlikuar dhe trysnia mbi ta do të vazhdojë të jetë shumë e madhe, por unë mendoj që çdo lloj trysnie e jashtme këta munden ta përballojnë. Këta munden ta përballojnë për sa kohë që këta kanë në krah qytetarin dhe katundarin shqiptar, për sa kohë që shqiptarët nuk reagojnë ndaj tyre, nuk e kanë problem këta as ambasadën amerikane tek rruga e Elbasanit, as trysninë e madhe që mund të vinë nga shumë çka tjetër. Këta janë të gatshëm të shesin çdo gjë dhe të bashkohen çdo kujt. Pra, pika e tyre e dobët nuk është trysnia e huajve dhe BE-ja dhe gjithë këto organizmat e huaj të cilët vetëm flasin dhe as nuk i kanë parasysh shqiptarët, ata thjesht bëjnë politikën e tyre. Trysnia që ju vjen, që duhet ju vi Parisë të Tiranës, Edi Ramës të parit dhe gjithë tyre tjerëve të mbrapa, duhet ju vi nga shqiptarët. Pra në momentin që shqiptarët ndërgjegjësohen, që ky është një moment kyç për historinë tonë, në momentin që shqiptarët do të ndërgjegjësohen që t'ju kërkojnë këtyre hajnave dhe kriminaleve të Parisë që të bëjnë një herë një jetë gjën e duhur. Në Shqipëri flitet për shumë çka, flitet për Big Brother, flitet për gjitha pislliqet e kësaj bote, por nuk flitet për një nevojë të domosdoshme të krijimit të një këshilli koordinues të interesave shqiptare në një luftë botërore e cila na përfshin ne do e mos sepse jemi në një vend kyç. Ndërkohë që Serbia bën deklarata mbi interesat e veta, duke anatemuar aleancën tonë me Kroacinë dhe me Kosovën, nuk kemi një këshill ndërveprues. Paria jonë nuk funksionon dot me Kosovën, përdor njerëzit e secilës palë, secili përdor njerëzit e vet në Ilirid e të tjera. Duhet kishim një këshill që të koordinoheshin interesat e shqiptarëve, që të merreshin vendimet përbashkëta në momente kyçe. Shumë shpejt kjo do të bëhet evidente. Do të dali shumë shpejt situata nga dora në momentin që do të na duhet të kemi një ndërveprim dhe ndërveprimi do të jetë sigurisht në dorë të plehrave dhe të maskareve të Parisë së Tiranës. Atëherë do ta kuptojmë nevojën që kishim, po të paktën neve që e dim dhe që e kuptojmë se si funksionon politika ndërkombëtare, na duhet të paktën ta shprehim dhe t'u themi njerëzve që gjëra e duhur duhet të ishte bërë shumë kohë më parë dhe mund ende të bëhet sot, por këta nuk duan dhe prandaj nuk e bëjnë. Në këtë rast, sa i përket qëndrimit të Edi Ramës kundrejt SPAK-ut dhe drejtësisë së re, a mendoni se po hyn në një kurs përplasje, sidomos me Gjermaninë në Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës nga ana tjetër, duke qenë se të vetmit që kanë reaguar ashpër, sidomos në rastin e Ballukut, kanë qenë gjermanët, duke theksuar që ky është një aspekt ose një moment kritik sa i përket procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE, dhe nëse Shqipëria nuk e ndërmerr këtë hap pra për të lejuar që SPAK-u të bëjë punën e tij, atëherë integrimi me shumë gjasa do të jetë shumë i vonuar. Në këtë rast, a janë gjermanët ata të cilët mund t'i këpusin fijet Edi Ramës, ose më saktë që t'i tregojnë rrugën Edi Ramës, apo që mund të jetë fundi Edi Ramës nga ana e gjermanëve? Gjermania është një shtet i fuqishëm dhe ka shërbime jashtëzakonisht të forta dhe të mëdha, të mjaft të mirë informuara për situatën në Shqipëri. Pra, nuk vihet në dyshim as fuqia e Gjermanisë dhe as aftësia e tyre për të pasur informacion përtej asaj që është publik mbi Edi Ramën dhe mbi gjithë këta të Parisë së Tiranës. Mirë po, unë para 2 minutash sapo ju a thash që nuk pyesin këta për trysninë e huaj, sepse trysnia e huaj ndikon tek pushtetar apo shtetar të cilët kanë interesin e vendit të tyre për zemër. Këta nuk kanë interesin e vendit për zemër, këta kanë thjesht interesin e xhepit vet. Duke qenë kështu, këta për sa kohë që arrin të manipulojnë forcat e brendshme, nuk është problem, ta munden ta përballojnë, e kanë treguar me fakte. Sali Berisha e mbajti partinë mbas 97-s duke u mbledhur në shesh 200 vet dhe duke i zbavitur me të ndjerin Vili Rada. Pra, nuk e kanë fare problem këta që ta paguajnë, që çmimin ta paguajnë shqiptarët
për sa kohë që këta rrinë në pushtet, për sa kohë që këta rrinë në krye të punëve dhe manipulojnë njerëzit. Siç ka thënë një personazh famkeq i historisë shqiptare, për sa kohë që këta kanë shijakun dhe kavaje, nuk i duhet Londra dhe Berlini fare. Nuk i hyn xhep, sepse këta e kanë punën me ne, jo me ata. Këta duan sundimin mbi ne dhe jo me ata. Interesat e Gjermanisë dhe të Bashkimit Evropian janë të ndryshme. Unë nuk do ta shija shumë seriozisht këtë idenë e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse nuk e ka besuar kurrë asnjë njeri këtë. Mund të hyni dhe të shihni në internet që ja kemi thënë që nuk ka shanse që të hyjë dikush të hyjë Shqipëria në Bashkimin Evropian për shumë arsye. Arsyeja kryesore është sepse ne jemi të qeverisur nga një band horrësh dhe hajnash, por edhe për arsye të tjera. Ka qenë një rrallë që këta e kanë thjerë dhe vazhdojnë ta thjerrin në mënyrë kriminale, duke i bërë njerëzit të besojnë që ne kemi një farë lloj shansi që të hyjmë në Bashkimin Evropian. Nuk ka pasur kurrë ndonjë shans. Plus që Bashkimi Evropian tani më nuk dihet se çfarë përfaqëson, nëse përfaqëson interesa që janë pro Shqipërisë apo kundër Shqipërisë, nëse do të vazhdojë të ekzistojë kështu siç është sot, e të tjera e të tjera. Këta kanë hedhur në treg edhe ide të tilla si bashkimi me dy kursi të ndryshme, pra ca të nënës dhe ca të njerëkës, dhe pa pikën e turpit këtë e kanë paraqitur si një nder që i bëhet shqiptarëve, nder ndaj qeverisjes së mirë e të tjera e të tjera. Domethënë, po të mos ishte për qarë, kjo do ishte për qeshur. Ajo që bën për qarë është fakti që ka njerëz ende në Shqipëri që e besojnë këtë prallë ignorante të thellë, dhe ajo që është për qeshur është se si këta mendojnë që mund t'i hedhin hisyve një populli të tërë, duke menduar që gjithë njerëzit nuk kanë asnjë lloj dienie, që janë gjithë aq ignoranca, nuk e kuptojnë dot që këto lloj prallash janë pralla fëmijësh, të cilët asnjë fëmijë 5 vjeç nuk do t'i hante në një ambient normal. Pra, për sa i përket Bashkimit Evropian, ato janë thjesht për të mbajtur popullin me ushqim mediatik. Nuk ka shanse që Shqipëria të hyjë në Evropë, se çfarë përfaqëson Evropa është një diskutim vetë që mund ta kemi në një moment të dytë, e të tjera. Problemi i shqiptarëve nuk është as hyrja në Evropë, nuk është as Gjermania që do t'i ngushtojë hapësirën e Edi Ramës për të vepruar, e as ndonjë fuqi tjetër më e madhe, as Shtetet Bashkuara të Amerikës po ta shohin hop. Problemi që kanë sot shqiptarët është që duhet të shohin veten pasqyrë, dhe duhet të shohin a ju pëlqen vetvetja apo jo, a ju pëlqen kjo pari që i sundon apo jo. Nëse ju pëlqen, le të vazhdojnë në këtë rrugë. Por unë kam bindjen që shqiptarëve nuk mund t'ju pëlqejë kjo pari, dhe ndoshta është koha që të marrin vendimin e duhur për ta hequr qafe këtë pari dhe për të krijuar një shtresë drejtuese të re, e cilat t'i përgjigjet interesave të shqiptarëve. Sigurisht nuk do të jetë perfekte, nuk ka pari perfekte në këtë botë, nuk ka njerëz perfekt në këtë botë, brenda mundësive tona, me njerëzit tanë, me të gjithë njerëzit që jemi me të mira dhe me të këqijat që kanë njerëzit brenda Shqipërisë sot, po kjo pari e ka kryer funksionin e vet dhe nuk mund të vazhdojë më, sepse po na çon drejt një gremine që nuk do të ketë fund. Si mendoni, çfarë e ka shtyrë Edi Ramën të hyjë në një kurs përplasje me amerikanët sa i përket konkretisht projektit Porto Romanos, ku desh një përplasje hapur publike që ai tërhiqej nga ky projekt, pra duke qenë se aludoi se mund t'ua kishte dhënë shteteve tjera, Rusisë apo Kinës për ta zhvilluar. Në këtë rast, çfarë ndodh me Edi Ramën që shfaqet pro amerikan i madh dhe nga ana tjetër pasuritë kombëtare i adreson tek elementë të tjerë që janë kundërshtar me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po pse habiteni ju? A ishte aeroporti Vlorës që ishte gati për t'ju dhënë interesave ruse me anë të atij agentit rus në Kosovë? Nuk është as e para as e fundit. Po të shohim më parë, e njëjta gjë ndodh me kryetarin e opozitës. Kryetari i opozitës thotë unë jam dashnori më i madh i Amerikës, ndërkohë që është nën grata në Amerikë. Pra këto absurdet, këto gjërat qesharake, të cilat ju shiten njerëzve si ar i kulluar, janë pjesë e politikës shqiptare. Paria me këtë punë merret. Paria merret duke me të gjitha interesat anti-shqiptare. Strategjikisht, sigurisht që Edi Rama është duke kërkuar alternativë ndaj mbështetjes amerikane, dhe këtë e ka thënë haptas, ka thënë që është i ëmbël mjalti kinez apo një gjë e tillë çfarë tha para disa kohësh. Pra nuk është që
nuk është që Edi Rama nuk I ka shprehur pikësynimet e veta në mënyrën e vet, tërthorazi, ndërkohë që me një dorë jep mbështetje për Iranin, me dorën tjetër përpiqet lidhet me Rusinë. Këta lidhjet e Paris-Tiranës me Rusinë janë të shumëfishta, vinë që nga periudha e luftës së totë dhe nuk humbin ato. Sigurisht që Rusia e ka kultivuar lidhjet me Parinë e Tiranës duke marrë një numër të konsiderueshëm studentësh përvitshëm që edukohen në institucionet ruse, edhe se çfarë ndodh atje pastaj është histori më vete, duhet hetuar nga organet përkatëse, nuk mund ta them unë, po zakonisht këta njerëz që shkojnë studiojnë në përvendet huaja janë terren pjellor për të gjetur njerëz që mbajnë lidhjet në një mënyrë ose në një tjetër, të hapur ose të fshehur. Pra, duke qenë që këto janë faktet e përditshme, nuk kemi pse të habitemi që Edi Rama e vendos interesin shqiptar në peshore dhe shef, nga më intereson mua ta çoj dhe e çon okay. Nuk është problematike kjo, as Edi Rama, as Ali Berisha, as Ilir Meta nuk e kanë fare problem këta. Pikërisht ky është problemi. Problemi është që këta veprojnë në këtë lloj mënyre dhe unë siç po e shihni sot kam dëshirë që ti drejtoj njerëzit ta shohin nga një pikëvështrim më I gjerë, sepse marrja me këto cicmicet e ditës na pengon që të shohim pyllin duke u marrë me pemën, thonë amerikanët. Pra, na duhet ta shohim nga pikëvështrimi I gjerë, sepse vetëm ashtu mund ta shohim drejt ashtu siç duhet. Përndryshe, rrezikojmë që të merremi me çështjet e ditës. Unë e kuptoj që nuk është mediatikisht fort e këndshme për njerëzit. Njerëzit duan lajm, njerëzit duan që të kenë atë të ditës, historinë e ditës që I mban 3 ditë afër telefonave apo afër kompjuterave. Mirë po, dikush duhet ta bëj këtë, dikush duhet ta ngrej nivelin e diskutimit deri në pikën ku duhet parë si po qeveriset shteti shqiptar, nga kush dhe me interesa mbrapa. Të tjerat pastaj janë cicmicet ditës, të cilat herë kanë interes për të diskutuar e herë nuk kanë. Pikërisht në këtë rast, çfarë interesash fshihen në këtë rast dhe kujt I shërben Edi Rama, duke qenë se së fundmi ai I dha dhe një dorë Aleksandr Vučić në një shkrim që bëri në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku propozoi model tjetër të antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ai shkrim përbën tradhti kombëtare dhe Edi Rama është duke ndjekur interesat e Paris-Tiranës. Pra, Edi Rama është drejtuesi, është ai që ka më shumë fuqi, sepse është ai që kontrollon strukturën kriminale të brendshme që mbledh vota dhe ai është duke ndjekur atë që ka ndjekur rrugën e Paris-Tiranës. Të gjithë pjesëtarët e Paris-Tiranës, duke filluar nga Edi Rama I pari, e të tjerët përfitojnë nga kjo. Si përfitojnë? Sepse shumë njerëz mendojnë që po pse opozita po I bën opozitë e tjerë, po përtasin e po dalin në sheshe. Shumë në rregull, opozita është duke dalë në shesh, po del në shesh me thjesht për të mbajtur vendin e vet në mjedisin publik. Thjesht për të mos lënë askënd tjetër për të thënë këto që po themi ne këtu. Nuk I thot askush këto që themi ne këtu, me këtë lloj ashpërsie dhe drejtësie ashtu siç duhen thënë. Nuk I thon jo sepse nuk I din njerëzit, se kanë në Shqipëri njerëz të jashtëzakonshëm, kanë në Shqipëri njerëz të ditur, nuk kanë nevojë për aq shumë mend shqiptarë se sa kanë nevojë për kurrajo publike. Kanë nevojë për njerëz që ta thonë të vërtetën drejt dhe të mos lidhen me njërin palë apo me tjetrën palë. Pra Edi Rama përfaqëson Parinë e Tiranës. Jo vetëm interesin e vet dhe jo vetëm Partia Socialiste Zeza, Partia Socialiste ka marrë fund si ajo që ka qenë dikur Partia Socialiste, tani është një sekt që ndjek Edi Ramën dhe Edi Rama bën çka doj me të, nuk kam është edhe një shkrim I një funksionari të lartë edhe nga prejardhja po dhe vetë të Partisë Socialiste para disa ditësh që e vinte ndyshim ekzistencën e kësaj partie si Parti Socialiste, thjesht ka mbetur emri tani më, po është një sekt I sindikatës ndërkombëtare të krimit I kontrolluar I cili I shërben Paris-Tiranës. Po ashtu si Partia Demokratike I thot vetes parti, po është thjesht një
grupim njerëzish që mbledhin vota për hir të familjes Berisha për të ruajtur familjen Berisha, ashtu siç Ilir Meta, partinë të ashtu quajtur të lirisë, që ka qenë dikur për integrim, por që nuk dihet se për çfarë do të jetë nesër, ndoshta do jetë partia për Mujo Ulçinakllëk, dhe i përdorin për interesat e tyre personale. Çdo kush që i ndjek, edhe njerëzit që i ndjekin, një pjesë e mirë e tyre janë xhambazër politik, cilët i ndjekin se duan të marrin diçka prej tyre. Oligarkët janë pjesë e kësaj loje, pra këta janë gjithë brenda. Kush e paguan çmimin janë shqiptarët. Pra Edi Rama ka marrë përsipër që të bëj pjesën më të madhe të lojës, sepse është njeriu që ka më shumë pushtet nga të gjithë këta, është njeriu që të paktën ka besueshmëri, del në televizor dhe njerëzit e shohin si kryeministri i Shqipërisë. Ky është posti i tij. Ai ka marrë përsipër që të bëj pjesën më të madhe të lojës, por këta janë gjithë bashkë me atë. Kujt i shërben, se nuk i përgjigja pyetjes drejt për drejt, i shërbejnë vetëm interesave të tyre. Sot i duhet të bëhet me Rusin, bëhet me Rusin. Nesër i duhet bëhet me Kinën, bëhet me Kinën. Pas nesër nëse i duhet bëhet dhe me Indonezin, po përmend një shtet cilin ndoshta nuk ka shumë lidhje, edhe me Indonezin bëhen këta, nuk e kanë fare problem. Ndërkohë Kosova nuk e ka pritur mirë një gjë të tillë dhe konkretisht ministre e drejtësisë Donika Gërvalla ka theksuar se Kosova nuk do t'ia fal kurrë Edi Ramës atë lëvizje të fundit që bëri me Vučićin. Në këtë rast, pse Kosova i hap dyert Edi Ramës dhe Albin Kurti, por edhe Vjosa Osmani nuk i tregojnë vendin publikisht, nisur nga qëndrimet që mban Edi Rama si kryeministër i Shqipërisë, që në një rast tjetër dhe shumë logjik do duhet të ishte krah Kosovës në të gjitha rastet. Zonja Gërvalla do bënte mirë që të mos bënte zëdhënësen e interesave gjermane në Ballkan, po të merrej më shumë me interesat shqiptare. Në fakt, zonja Gërvalla ka qenë një zhgënjim i madh në rolin e saj si ministre e jashtme, por kjo është një çështje tjetër. Zonja Gërvalla do duhej që të kërkonte me forcë përpara të gjitha autoriteteve aty ku kanë ndikim, lirimin e gjithë komandantëve nga Haga dhe të mos kërkonte dënimin e tyre nga një gjykatë farsë. Pra, thënë kjo, zonja Gërvalla ka drejt në këtë pikë vështrim, sepse siç citova më parë, ai shkrimi ishte praktikisht tradhti kombëtare, po është bërë aq e zakonshme në mjedisin politik shqiptar, tradhtia kundrejt kombit, sa që askujt nuk i bën më përshtypje. Kjo duhet na tremb. Pra sigurisht që nuk ka koordinim me Kosovën, sigurisht që paria e Kosovës ka dhe ajo problemet e veta, njëri nga problemet më të mëdha është mungesa e bashkëpunimit mes tyre dhe futja e këtyre ndasive. Tani janë ndarë edhe midis shumicës, po e çojnë vendin e ca zgjedhje të tjera, cilat nuk janë të duhura, me thënë të vërtetën, është një farsë e madhe që po ndodhet edhe në Kosovë. Unë uroj që të mbyllet pa shumë dëme, se që ka bërë dëme asgjë nuk diskutohet, po të mbyllet pa shumë dëme, dhe të gjithë bëhen bashkë dhe të kërkojnë lirimin e menjëhershëm të atyre komandantëve që mbahen peng, nuk janë të burgosur, mbahen peng në Hag nga një pseudo drejtësi e drejtuar nga Beogradi, sepse vetëm drejtësi nuk është ajo, dhe çfarë do lloj problemesh apo gjunahesh që mund të kenë, cilat unë nuk i përjashtoj, çdo kush bën gabime në jetë, edhe komandantët nuk është që mund mos kenë bërë gabime. Ka gjykata në Kosovë, ka drejtësi Shqipëria, domethënë kanë drejtësi shqiptare, se jo Shqipëria, se ata janë pjesë e Kosovës, po ka institucione të cilat munden të merren me ta, dhe nuk besoj që krimet e tyre, të ashtu quajtur krimet e tyre, se s'kanë bërë krime ata, po të ashtu quajtur krimet e tyre nuk mund të gjykohen nga institucionet e Kosovës. Ajo që është reale, që është e vërtet, është që gjykimi në Hag është gjykim serb, ata duhet të ishin liruar prej shumë kohësh dhe shqiptarët duhet të kishin një organizëm bashkërendues, sigurisht duke përfshirë dhe komandantët, për t'u përgjigjur situatave që ndodhin nëpër botë sot. Ky duhet të jetë synimi i të gjithëve. Me këtë duhet merret zonja Gërvalla, nëse më lejon që t'i bëj një sugjerim, e të mos merret me gjëra të tjera, të mos merret të bëj agjendën e shteteve tuaja në trojet shqiptare. Në këtë rast, Kosova çfarë do të duhet bëj kundrejt Edi Ramës?
Pra, çfarë qëndrimi do duhet mbaj vetë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani? Albin Kurti dhe qeveria e tij kanë mbajtur një qëndrim të pranueshëm ndaj asaj që ka bërë Edi Rama, por sigurisht në çdo marrëdhënie që nuk ecën, të dyja palët kanë pjesën e tyre. Nuk e dim brendësinë e problemeve që kanë, por të dyja palët kanë pjesën e tyre. Ajo që unë mendoj që nuk mund të jetë faji Albin Kurtit është fakti që në Tiranë sot kemi një qeveri dhe një opozitë, të cilat të dyja bashkë punojnë kundër interesave të shqiptarëve dhe të cilët e kanë frikë Kosovën. Nuk dua ta lë pa përmendur këtë. Paria e Tiranës e ka frikë të tmerrshme Kosovën. Sepse çdo lloj suksesi i Kosovës e vendos në pikpyetje sundimin e tyre mbi shqiptarët. Sundimi i tyre mbi shqiptarët është i bazuar në shqiptarizimin e trojeve tona, në çpopullimin e tyre dhe ripopullimin me njerëz të tjerë, të etnive të tjera, në mungesën e ndjenjës kombëtare dhe të etnisë, të vendosjes së etnisë në bazë të shtetit shqiptar. Ndërkohë që Shqipëria është i vetmi vend që na njihet si vendi i shqiptarëve dhe është i sunduar nga anti-shqiptar të përbetuar. Pra, në këtë pikë vështrim, cilat do qofshin problemet e brendshme në Kosovë, ka një dallim jashtëzakonisht shumë të madh të Kosovës nga Shqipëria. Dhe nëse Kosova ecën përpara dhe ka sukses, tregon rrugën përpara të gjithë shqiptarëve, sepse nëse Kosova bëhet një vend normal dhe po shpresojmë shumë shpejt të njihet si një shtet, ndërton institucione të tjera, çfarë do ta pengonte një referendum për bashkimin e trojeve shqiptare? Mirë, po një referendum për bashkimin e trojeve shqiptare nuk e doj pikë pari Paria e Tiranës sepse rrezikon pozicionin e saj. Paria e Tiranës është kundër Kosovës. Nuk e do Kosovën, e mbështet sa për sy e faqe dhe në momentin e parë dalin karagjozër politik si ky kryeministri që kemi tani dhe bëjnë ato paçavure shkrime për të mbrojtur me nderën e vet. Është turp dhe tradhti kombëtare, po jemi mësuar tani më në Shqipëri që të kemi në krye të shtetit tradhtar. Zoti Roj, dhe i pyetja e fundit, a vëreni një përplasje mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit në Kosovë nisur nga zhvillimet e fundit politike atje? Sigurisht që ka një përplasje, sigurisht që nuk është gjëja e duhur, sigurisht që në vend që të merren me pozicionet e veta politike, do duhet që të bashkëpunonin të gjithë. Unë mendoj që mos korrektesa në politik dhe mungesa e koherencës është dëmprurse për të gjithë. Nuk dua që t'jap gjykimin final mbi skenën politike në Kosovë. U shpreha pak si ashpër më parë për zonjën Gërvalla për shkak se është jashtëzakonisht shumë zhgënjyese që një njeri me potencialin e saj patriotik që vjen nga një familje e tillë mos ketë kuptueshmërinë e asaj që duhet për Kosovën dhe jo asaj që i duhet politikisht njërës apo tjetrës forcë. Por Kosova ende e ka mundësinë që të krijojë një qeveri të përbashkët, që të zgjidhet një president konsensual i të gjitha palëve, të gjejnë mundësinë që të mos shkojnë më në zgjedhje, të krijojnë një qeveri të shpëtimit kombëtar, ku të gjitha palët kenë zë, deri në momentin që të zgjidhet çështja e statusit me Serbinë dhe ajo që është klasa politike e Kosovës, të jetë gjitha bashkë në bisedimet e ardhshme që do të bëhet. Mos harrojmë, ka një problem shumë të madh që njerëzit nuk e diskutojnë. Fuqia që kemi ne shqiptarët sot, edhe për shkak të fajit të shteteve tona, shtetit shqiptar në Tiranë më së shumti, që është një shtet anti-shqiptar në fakt, nuk është ajo që duhet ishte. Pra, çdo lloj fuqie reale, ushtarake, ekonomike apo tjerë që ne kemi pasur, e kemi shpërdoruar dhe tani jemi në një pikë ku nuk e kemi mundësinë as që të vendosim trysni mbi proceset. Duke qenë në këtë lloj pike, duke mos pasur as mundësinë e vendosjes trysni ndaj këtyre proceseve, ne jemi mall shkëmbimi në pazaret e mëdha, siç ka ndodhur gjatë historisë. Gjatë gjithë historive tona e kemi gjetur veten si pazar shkëmbimi. Edhe në këtë moment jemi njësoj. Si në 1913-ën, jemi pazar shkëmbimi. Ne nuk kemi asnjë lloj ndikimi në atë që do të vendosin fuqitë e mëdha për ne. Sepse nuk flasim dot as me një zë,
sepse jemi gatshëm të bashkëpunojmë me Vučićin dhe jo me Kosovën, sepse askush nuk i bën punët ashtu siç duhet, duke hequr më njanë interesin personal, duke sakrifikuar vetveten për interesat kombëtare e të tjera e të tjera. Ky është problemi që kemi ne sot dhe mënyra se si dilet nga kjo lloj vorbulle, për mendimin tim, është krijimi i një strukture e cila të koordinojë ndërveprimin e të gjitha forcave shqiptare që duan të punojnë për kombin shqiptar, e cila duhet të kishte si synim themelor e një të ardhme e të mesme ose të afërt ose të largët sipas kushteve të bashkimit të shqiptarëve në një shtet kombë të tyre. Ndërkohë ka raportime të fundit se ushtria serbe ka zhvilluar stërvitje pranë kufirit me Kosovën dhe vetë kryeministri Albin Kurti pak minuta më parë e ka deklaruar se ky është një provokim i rënd që i bëhet Kosovës dhe po synohet cënimi i integritetit territorial. Çfarë do të thotë kjo lëvizje e Serbisë në këtë rast dhe ku gjendet Tirana zyrtare në të tilla raste dhe vetë kryeministri Edi Rama sa i përket rasteve të tilla ku cënohet integriteti territorial i Kosovës, ku shpeshherë Serbia ka bërë qartë në një deklaratë të mëparshme edhe të Aleksandr Vulin. Tirana zyrtare gjendet në Beograd, kurse reagimi i Prishtinës zyrtare është normal, sigurisht që këto janë provokime, përsa kohë që nuk ka një marrëveshje midis fuqive të mëdha, unë druaj që çdo lloj ndërhyrje serbe në Kosovë do të jetë thjesht provokim duke përdorur mjetet brendshme, duke përdorur serbët që janë në Kosovë. Mirë po, ajo që duhet na shqetësoj edhe më tepër është fakti nëse ka një marrëveshje midis shteteve të mëdha, në këtë rast midis Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara, ku do të jetë interesi i Kosovës aty, si do të trajtohet Kosova. Kjo duhet ta shqetësoj shumë më tepër qeverinë e zotit Kurti dhe zoti Kurti nuk ka ndërmarr hapat e duhur për ta vendosur Kosovën në pozicionin më të mirë të mundshëm deri më sot. Armiqësia e tij me administratën Trump është e njohur, pavarësisht se ai përpiqet ta minimizojë. Dhe njëra nga gjërat më të mira që ka bërë gjatë presidencës vet presidenti Osmani ka qenë fakti që ka krijuar një lloj marrëdhënie me administratën. Në të njëjtën kohë loja e brendshme politike në Kosovë ka shmangur atë tani më, ndaj dhe zgjidhja që kanë gjetur është të bëjnë një zgjedhje që të shohin që të masin forcat ku janë secili, gjë që është dëmpruese për interesat tona. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizat këtu në Agora News. Faleminderit ju. Faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për të parë video të tjera dhe intervista ekskluzive këtu në Agora News.